Përgjegjësi i shërbimit zjarfikës në bashkinë e Maliqit Sadik Alili tha se ka qenë policia ajo që ka lajmëruar shërbimin e MZSH-s, e cila më pas ka shkuar menjëherë në vendngjarjen e Maliqit. Sipas tij, 40 vjeçaria Merema Azizllari dhe djali i saj 14 vjeçar kanë pasur shumë pak djegje, ndërkohë që vajza 6 vjeçare është djegur më tepër. Ai nuk përjashton mundësinë që vdekja e nënës dhe djalit ketë ardhur nga asfiksia. Ai ka shkuar më tej kur thotë se në vendngjarje janë gjetur prova materiale që tregojnë edhe shkakun e rënies së zjarrit në dhomën e ndenjes së familjes Azizllari. Në vendin e ngjarjes ne kemi konstatuar 3 persona, nga të cilët 2 në gjendje të rënd, mund të them, edhe vajzën e vogël e cila ishte e vetëdijshme, kurse 2 personat e tjerë ishin të pavetëdijshëm. Kemi bërë edhe qyrjen e vendit të ngjarjes, kemi gjetur disa prova atje, tash nuk kemi arritur në përfundim përfundimtar për përcaktimin e shkakut të ngjarjes, po punohet për këtë që të arrijmë në përfundim të saktë. Kam konstatuar se nëna dhe djali nuk kanë pasur shenja djegje. Po mund të them unë, specialisti i kësaj fushë nuk jam, po them se ka erdhur nga asfiksia, kurse vajza e vogël 6 vjeçare ka pasur disa shenja djegje në pjesë të ndryshme të trupit.